Mirëmbrëma shikues të emisionit Këshia Show, mi se edhe në emisionin tuaj dhe tonë Këshia Show. Faleminderit publikut që sonte i kem prezant. Po jeni pra një kodër të Bistikfos drejtit. Sonte do të flasim për magji. Do artokitje për veti publiku. Ma shumë, ma gjoll. Faleminderit edhe atyre që mësojnë realizimin e këtij emisioni dhe na sjellin çdo javë këto sponsorët tonë. Është një sponsor i ri, Aktiva Grup PVC në Suarek me pronor Fisnik Berisha. Kush doni me pas dyrë dhe drejtore të mira, me 5 vite garancian, shkoni te Aktiva Grup PVC në Suarek, atje gjeni edhe dyrë të mbrëmshme për banesat apo shtëpitë tuaja me 5 vite garancian. Do të kitje pak nëse doni sot sponsor i ri. Është kësë grupe që ka rregulluar skenografin tonë të mrekullueshme dhe që gjendet me lokale fizikisht në Prizren. Faleminderit shumë, do të kitje pak edhe për sponsorit tonë. Si dhe është dekor tropikal që rregullon gjithmonë skenografin tonë me këto lule të mrekullueshme, do të kitje, sigurisht. E thash pak më herët, sonte për shkak që shikuesit e kanë kërku dhe me që tash është sezona dimrit dhe njerëzit shuajnë ëndra të ndryshme, domethënë edhe kanë probleme me magjit. Më kanë shkruar shumë në Facebookin tim që ta rikthej temën e magjive apo serit. Konkretisht ta rikthej Hoxhën tonë të nderuar, me cili ka qenë më herët dhe i cili quhet Skënder Hoxha, mi prismi me dorë të kitje. Hajde Hoxh. Selam aleikum. Aleikum selam. Me dorë të kitje edhe se është ta letojmë. Se dhe mësafiri dytë për sonte është po ashtu një teolog i njohur, është një hoxh i cili brez pas breze i ka trashëgu teologjinë apo hoxhllakin, me neve sonte është hoxh Seat Çuno, kemi prismë me dorë të kitje bota. Hoxh Muhammed Miseju, selam aleikum. Aleikum selam wa rahmatullah. Selam aleikum. Aleikum selam. Dorë të kitje për xhallarët tonë ti letojmë pak, ha? Ma shumë. Faleminderit shumë që keni ardhur. Mirëmbrëma miser. Mirëmbrëma, mirë se gjetëm. Faleminderit shumë që erdhë. Pak jam kena bukë të skene me magji me sene, për shkak që edhe natyra e misionit është pak e ndihshme. Faleminderit shumë që erdhë, mirëmbrëma. Mirëmbrëma, selam aleikum. Me qenë se dëshira e publikut më kthy prapë në skenën tonë, spari e falenderojmë Allahun subhanahu wa taala, vetëm prej tij na kërkojmë ndihmë, shërim dhe çka kemi nevojë prej Allahut subhanahu wa taala. Kështu që ju falenderoj të gjithëve me një fjalë më të dashur të panorëve xhenetit. Selamun aleikum. Aleikum selam. A keni orë vetë sonte? Eudhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahim. Dhe shejton fiktuin se s'ki vend, ku knohet Kurani. Ha, po kënë në sanazë na shteshin edhe të më. Jo, nuk afrohet më, çika që mjafton. Shejton. Dorë të kitje, bravo. Më përzum shejtonin piskenës. I kujna ke kë? Po këto ta kanë qut, ata kolegët e tu tjerë me ta blloku emisionin që po shikohet shumë emisioni, jote që ata ta kanë qut bakshi. Faleminderit shumë. Dorë të kitje pa e fuqishme për atë. Atëherë po fillojmë me magjit. Me magjinë e borë dhe magjinë e zezë, Hoxha Skënder pak me fillojmë me Omar. Pse veç magjia e borë, magjia e zezë? A ka për shembull magji me ngjyra? Se tash në televizore kanë me ngjyra. Me qesin Koran, përmenet vetëm një lloj magjisë. Po shumica e njerëzve tash e kanë llogarit magjia borë, magjia zezë. Gjëja se nëse bëhet magjia për rreth dashurisë, për shembull, gruaja me dashuru burrin më tepër ose burri me dashuru burrin më tepër, këtë quajmë edhe ndoshta magji e borë. Është magji e lehtë, magjia e dashurisë. Po nëse është për shembull magjia e cila është bëhet e magjistari, ajo do të jetë magji më e fortë dhe ajo do të quhet magji e zezë. Po në Kur'an përmend vetëm një magji. Magjia është një, ajo të cilën thotë e mësuan me ndathët burrin prej gruas. Po ne lutem Allahun ya Rabbi që ne bëhemi për atyne që mos na rrok asnjëra, as e bardha, as e zezë. Ta vetëm se Hoxhën e kemi për herë parë dhe është domethënë Hoxhit me 8 breza domethënë. Alhamdulillah. Hoxh faleminderit shumë që erdhe. Mirëmbrëma, mirë se gjetëm. Po ndryshon e personalisht edhe e di që i Hoxh shumë i njohur, po te rrallë herë pesh thuja se nuk del në për emisione, faleminderit që ke pranuar ftesën. Gjithashtu edhe juve. Hoxh 8 breza, Hoxha i Barilevës. Çka konkretisht e ke pasur Hoxhën e Barilevës? Migj. Po. Migj kemi pasur, kemi mësuar pe tina, po edhe shkolla na ka mësuar neve. Ti ke përfunduar studimet për teologji? Po. Kur jemi tek magjia Hoxha, mund më bë magjia domethënë me bashkëpunu, pa bashkëpunu me xhen. Sadre, magjia për më bë i ka
kushtet e veta. Do më thonë, qysh ka thonë edhe Zotin, Kuran, do më thonë, dhe min shërri në fathati fil ukad, edhe rumë, thëtë Zot, pe atyne që i fry njëjet, do më thonë. Magji për pa bashkëpunue, me gjin nuk ka, që nuk ka fuqi, do më thonë. Gjini, apo shejtani ja jep fuqin, magjistari i lexon ato fjalë, mistike që i ka, dvetat, do më thonë, tani gjini ja krym punën, për çfarë lloj qëllimi. Për çfarë arsye bëhet magjia te njeriu, Hoxha? Magjia bëhet për 4 lloje, për 4 lloje të arsyeve, do më thonë që e kemi lexuar edhe në libra, edhe të shumë dietar, do më thonë janë përmend. Magjia, do më thonë, për shkak të hasedit, hakmarrjes, dashurisë, edhe të autoritetit. Që 4 arsye janë kryesore, do më thonë, shkaqet kryesore. Tani këto ndohen lloje ndryshme, po shkaqet kryesore janë çto 4. Çto 4, po. Hoxha Skender, do më thonë, kemi posë raste që ke thonë në emisionin e parë që gjënët, do më thonë, leje që bashkëpunojnë me njerëz, po ata mund të martohen, të hinë trok njeriu të martohen me njerëz. Po. Si arrihet kjo? Është e vërtet, me qenë se unë pak a shumë e kom spjegue, edhe për këtë pyetje do t'jalu Hoxhës. Po, Hoxha se atë pa problem. Studio. Sadre, gjinin trupin e njeriu të hynë për 3 shkaqe ndryshme. Shkaku i parë, do më thonë, me anë të magjisë. Shkaku i dytë, do më thonë, hynë me anë të sulmit. Edhe shkaku i tretë është dashuria. Do më thonë, me anë dashurisë hynë edhe kjo punë ka shumë simptome, do më thonë, kryesore, po do më thonë, hynë edhe e smun edhe e blokon, do më thonë, në gjitha aspektet. Si të martes, si në gjitha aspektet, do më thonë, jetë njeri blokum. Edhe është shërimi i gjini dashurisë zgjatë shumë ma shumë se shërimet këto që jenë me magji apo me të prekun që shqyquan feja sara apo grak. Do më thonë, shumë ma shumë zgjatë. Edhe dënë terapi special. Për më shërue. Po, a ekzistojnë, do më thonë, këtu, a janë haditha apo në Kuran përmendën këtu, do më thonë, që i ka hi gjinin trup i dashurisë e kështu, a përmendën në Kuran dikon? Që i ka hi gjinin trup, përmendet, shamull e kemi një ajet, një hadith, në kohën e pejgamberit alayhi salatu vesselam, e transmeton Muslimi, do më thonë, jenë të shkue me një vend me pejgamberin alayhi salatu vesselam, thotë Ebu Hurajra, erdhi një njeri të i dërguar i Zotit sallallahu alaihi wasallam dhe i tha, oj dashur i Zotit, unë e tha e kom një djallë, tha po e kom shumë, tha e ka rrugë, tha smundja e madhe. Pejgamberi alayhi salatu vesselam tha ma sillni këtu. I këndoj Kur'an dhe i ra 3 herë nërmjekrave këtu. E goditi dhe i tha 3 herë na dil tha armik i Zotit dhe ushduk do më thonë. Do më thonë, kjo është argument, po ka dhe shumë tjera argumente që hinë gjini trupin e shejtanit, sepse është edhe tjetëri hadith, që dhe të pejgamberi alayhi salatu vesselam, shejtani që qarkullën trupin e bijve të Ademit si kur gjaku. është hadith edhe kjo? Po. Po atë karo ty në herë, për shambull, hujgjmi po se i vetë, me morë pjesë, për shambull, me një ven, me po një njeri, se mu shpesherë më karo, dhe me thonë që kanë thonë kështu video, më kanë që filan njeri të masterpik shpijen, filan atë karo ty me po vetë. Qysh bëhet po? Qysh bëhet sa drejt din ata, po na karo për me po. Për shambull një rast. Një rast, e kom pas një rast në Gjermani, tash kohën e fundit që kesh, edhe unë isha të lexu rukje me Kur'an, një pacient, tash u shërue, përshëndes për këti emisioni. Po, dojë të kiti, e përshëndes për Allah, shëqër që shëru. Shëqër, ka dashtë Allah, gjele hu, edhe erdhë një kojshike e tina me 2 qira më dërta, ti tha je shejtani këtë tha që po ma prishta, kjo banes ka më në bëha jemja, do më dhonë. Magjia shkaktari me i përzon për i shpi edhe me mora e banesën komplet, edhe tha ti tha po më qetë muë për këtu, e tha kumet, edhe unë tha ty do të bëj, tha tash magji, po falë Zotit a jetët kuranore, dhe mendime në Zotit e kemi largue këtë problem. Qysh? A patë vështirësi?
Vështërsi po, po ndihma e Zotit, fuqia e Zotit, është e madhe. A kthehemi pak edhe te Hoxha Skender, se me të mbosh. Hoxha Skender, a mos më na tregu simptomat se për shembull çish me diktu ose çish me zbulu një familje që ka se hire në magjin në shtëpi? Po, shumë lehtë. Në shtëpi ku ka sër magji, simptomet, shenjat janë. Kur ata persona dalin prej shtëpisë i jashtë, në qytet për shembull ose në punë, ata njën vetën shumë ma letë, shumë ma mirë. Shumë ma të qetë. Si t'hinë mrena në shpe, njëjtat probleme. Qka? Me kuptue se një shtëpi ka sër magji, ata nga trohën e me zveti pa kur fashkaku. As vetë se din qka në gjetë, që u hidhërum, pastaj. Prej dashuris kalon në rejtje se cili me se cili. Ndoshta as buk nuk hajnë zbashku. Dikush hanë ma përpara, dikush ma vonë, nuk rrinë zbashku, se cili mbyllët dhomën e vete, edhe në të shtëpi nuk ka bereqet, ndoshta ata punojnë, marin pare, po së një fjallë që thojnë, po na hupin parët, mas dore. S'podim ka përshkojnë. S'podim ka përshkojnë. Në të shtëpi, është fillon me mundi një erë, si kur e të vdekurit. Në të shtëpi, fillojnë dikush smuhet, dikush shnoshet, janë nisin do borqe, do denime, do probleme, edhe këta thojnë, qka është me njeve kështu? A thua se vesh na jetojmi kështu? Po aty hetohet se në të shtëpi ka sër magji. Pastaj, mundet me ndo se në të shtëpi ka ruplim, në të shtëpi ka hije, në të shtëpi mundet me ndodhën se vërtet ata persona kur flejnë, ndëgjojnë ruplim. E kështu që... Ka ruplim zhurë, do me thonë për publikun. Edhe qaj personi i cili është i smut, do këtë se pëthirë dikush nemen, o filan, e këthen kryt, nuk ka kërkush. Pasaj këta persona, gjithmonë e kanë një frigje kanë. Frikson të shpia me nesë, do mos gruja thët, mos unë lënë shpi se unë e kam frikë. Pastaj nëse hes në dhomën e vete, do këtë se dikush po hes mas këti personit. Edhe do këtë se kur hije. Po në emën të Allah subhanu ta'ala, dohet në të shtëpi me pastrue, mund dëgju Kur'an, si në mos sultullil bekare, ku për nga mire sa më ka thanë, në të shtëpi ku ndëgju sultullil bekare, për 3 dit, gjinët shejtanet në punën, me u fut në të shtëpi. Pastaj, në shtëpi do të ndëgjuat e zani, do të lexohet Kur'ani, dohet, pastaj të falet namazi, bot dhikri, e kështu me radhë, e kështu që pastaj nevojitet me u këndue, sidomos 10 litra ujë, qiten 2-3 litra kryp, trash, edhe qiten për shembull 1 litër gjys ufull të mollës, edhe lexohet Kur'an. Kur'an aq sa ka mundësis. Për shembull, 5 herë, 7 herë, po, 5 herë ose 7 herë e këndon Suratul Al-Fatih, Alif Lam Mim, 5 ajetet e para, Suratul Al-Bekare, pastaj mund ta këndon të spidoan, pastaj mund të këndon 2 ajetet e fundit Suratul Al-Bekare, Amen Rasulu, edhe me radhë, pastaj mund ta këndon Kul huvallahin felekun edhe nasin, ka 7 herë, edhe 7 herë mramje do të mu sërpik 7 net shtëpia. Me qatë ujë? Me qatë ujë në këndum. Qka? Për shembull, shkan qoshet e ramave derës, të hymjes, fillim edhe mbarim. Edhe skajve, onve stërpiket, skajve stërpiket 7 net. Edhe kur stërpiket shpia me katë ujë të këndum, ky ujë i këndum e njek ta sirrin magjin, sikur se macat që e njek minin. Edhe për shembull, o stërpik, qatë jo stërpikun. Edhe tash, kur e njek edhe kallet, e ka nxon sirrin magjin, kallet, pastaj pe ati veni del një tim sikur se mu dhez një gumë. Po të këta persona na do t'ju spjegojmi, që mos u bëni marak se natën mund të me dal një hije prej kësaj shtëpie. Vetë qilen dritarët, vetë qilen dera, se mos mundën me nejton. Pastaj mundet me ndodhën se në të shtëpi, kush cili person është i smut, i shesë kurse të dal jashtë. I paraqiten që ky personi cili është i smut. Edhe kështu që lusëm Allah një Rabbil Alamin, që Allahi të na mbron për këtyne gjëjave, sirët magjis
po i kësha lutën, ma tepër ndëgjohet Kur'an shtëpinë e janë, dhikri, me namaz, me ndëgjim të Kur'anit, me lexim të Kur'anit, na kështu me dhikr, me përmendjen e Allahit i largojna edhe gjinit, edhe gjithat. Po lutem Allah që Allah të na mëson ja Rabi. Me çka a keni marrë domethënë a ka ndaj diçka që keni zonë realisht edhe keni po që sonte mund jam i po me publikun domethënë ai Mali ose kështu diçka. Po gjasat? Po ka shumë bresta drebo që mos mu prek gjinja, mos mu trishtu, na nuk kemi marrë me veti kur gjahë. Aha, regjia i ka diçka do thotë? I kiti do thotë që ti kemi dërgua. Për shembull, çka është kjo hoxha? Hoxha Skender? Kjo është sa drejt një lloj magjie, sa po shihet në foto domethënë edhe në çuçi kemi gjetë na, domethënë këtu ka pas problem. Kretë rëbë, do më thonë, ka pas problem me shku deri te vetvrasja. Pse? Do më thonë, pe lojt magjist. Po, ka dash zoti, Gjelle Gjellali, leximi i Kuranit, sot janë shumë mirë. Tjetra, regjia i lutem, fotografia tjetër. Edhe kjo. Po që Skender me vue, botë edhe me vue. Po. Se kom të gjush shpesh herë që ka familje që nuk kanë pule, apo gjojnë vue në për shtëpi. Ashtu. Voja me vez, botë sirë magjia, edhe e kanë qëllimin me bloku ekonominë. Me bloku ekonominë? Me bloku ekonominë, edhe ata mu ngatru të shpia, mu shkatruhe. Po na kemi pas raste që personi ka thonë, një kofe, kër o prish shpia vjetër, një kofe votha e kemi gjithë në tavan. Vo, edhe vërtet, edhe kemi pas raste... Edhe është interesant, Sadri që po i ndërhy, Skender Hoxha, është interesant që kemi pas raste burna që kemi gjithë në 6 kat, në 7 kat, në maje kulmit vo. Jo veç në tokë. Po të që shype e vo? Po, gjini i qënë do më thonë. Që kemi pas rast na që kur në ta borë duk mohet men që ka pas pula. Po, ushtrua borë, sikur me kohët, s'ka ushtru me vo. Regjia një tjetër foto, kjo... Hoxha Skender, si e spikon kjo për syni dhe mund që ju ka shfaqë gjinin në syja? Këtu kemi pas një rast, gjatë leximit Kur'anit, ai personi i shkoni gjinusun, edhe kështu që sa mëjtëm na për me vrejton, gjini veç kuptum se gjini në atë moment ishtë duke ja sulmu synin, syt, vllazën, xhamatlit të ndëruar, simptomet e sirët magjis që pengojnë në sy janë, sulmojnë në sy. Badi hava shkën të mjeku i merë syzat, nuk është puna syzave. Gjinet sulmojnë në sy. Qka? Djegin sy, djegin qërpik të syve, shesë kur zizilojna, shesë kur hije për para, po tik diçka, shesë kur rjet, shesë kur figura. Këto janë simptomet e sirët magjis, edhe dalin lët pa kur fashkaku. Edhe qërpik të syve i rrej shumë shpesh. E desh ta më ndërprej edhe një diçka, dhe më thonë Facebookin tem, më ka orë, një gru më ka shkru atë në Facebook, më ka thonë që dhe më thonë e kom pastru shpijen, e kom fshin krejt, e kom lau, kur e më qunë më nxes, kom gjitë pika gjaku. A më në të regjia një foto? Po, ndodhin të rastë. Qka është kjo? Po. Ndodh se gjini ka arë natën edhe ka sërpikon, për shambull, ose dhomen, ose koridorin, e kështu që këto pika gjakut mundet me ndodhë, magjistari e dërgan gjinjen e vetë, edhe këto pika gjakut mundet me konën, pikat e personit para vdekjes. Para vdekjes? Para vdekjes. Pse magjia bën më të qu deri në vdekje? Po. A ka pos raste kur e ka qu magjia deri në vdekje? Ka raste, po. Këto pikat gjakut janë pikat e personit për shembull i cili ka bën ndeshje dhe po don me vdek për para vdekjes, i mirën këto pikat e gjakut. Edhe me të bën seire. Po. E cila është seira kur jemi te gjaku, seira më e fortë, se e ke thonë edhe herë. Po. Serri më i fortë i cili përdoret në ushqim janë pikat e gjakut menstruacionit. Pikat e gjakut menstruacionit. Ajo është serri më i fortë. Më i fortë. Më i fortë. Tanë ka edhe tjera, sert magjis është edhe për shembull pikat e ujit që u pastru i vdekuri, vetëm deta sa kemi pas raste serrin më të fortë që kemi pas problem për me e shkatrue është konën që është bësë sërri magjia, në gjellja ka qitën.
pikat e demonstracioneve të gjakut, se gjinet, shejtanet, heja më e ëmbël e tyne është ajo. Ta veç me o gjësat, a ka nëj ajet kuranor që na mëson se si duhet me urujt prej sehire? Për shembull, na vetë me kënu edhe me urujt. Po, Sadre, u ardhë dhe në hadithet pejgamberit alayhi salatu vesselam, Ebu Hurera e transmeton hadithin, hadithi është i gatë, po më pibin pak në pikat shkurt. Hadith sahih. Hadith sahih, dhe më thonë e transmeton Buhariu dhe Muslimi, dhe më thonë në kohën e pejgamberit alayhi salatu vesselam, Ebu Hurera ishte i caktuar për pejgamberit alayhi salatu vesselam për me ruë mallin e zeqatit muslimanëve. Edhe natën e parë erë iblisi mallkum për me vjedh e në zonë tha, po ta e për besën që nuk të mutë si ma, e lëshojnë. Natën e dytë njëjtë, natën e tretë, ata ashta do të qëjtë atë pejgamberi alayhi salatu vesselam. Mosëm në qëfë se thamë, lëshën të ati mu, unë do të kalzejt aty një sekret, cilën do të mbrohësht aty gjatë kret jetës tonë, tha me to peri meje. Edhe i tha qka, kalzëm dhe lanet, kur i kalzoj tha, ajetul kursia, tha, në qëfë se e ledzën dhe ti, mbramje, do më thonë, atë natë je mbrojtën nga Zoti Gjelle Gjelaluhu, në qëfë se ledzën me në gjest, atë je mbrojtën dhe pe gjdo, sulme pe gjdo shejtani dhe komplet ditën. Do më thonë edhe i tha, ja Ebu Hurera, tha, që u shkallove prom, tha me atë mikun tënë. Ja Rasulullah, tha që 3 herë ta më paracit, unë e lëshova, thot po më kalzoj që me knue ajetul kursin, edhe do të mbron Zoti. Edhe pse tha shejtanin të vërtetën e tina, është gënjeshtar rëndë, kësi hovi tha ka kalzu të vërtetën. Do më thonë të ka kalzu sahih, që ajë njeri që lexon të ajetul kursin, mbrami komplet, mbrami në është i mbrojtun. Po në që se lexon ditën tër ditën, do më thonë është i mbrojtun nga sulme edhe hilet e shejtanit. Bravo, do të kiti për ujtë. Po që Skender, te blokimi i fotit me të mbërë, që shbohet magjia dhe sehire me blokimin e fotit, që njerës mujnë më martu, shkurtimisht. Blokimi i fotit bëhet, për shembull, nëse një antar i familjes, për shembull, e kini djalë. Edhe tash dikush ka zili, inati, xhelozi, që ai mos me arrit, për shembull, më martu me pas fëmijë, ose me shku për para, blokohet, mirët ndonjë fotografie tina, ati personit, pastaj, në përmes fotografisë, bohen shumë metoda ka, sidomos me gjelpëra, me dry, me të komcoret, mas shumë të stabilizem që për ndërpri hoxheb, mas shumë të bohen me senet metalta, do më thonë që ndryshken. Që ndryshken? Po. Pse më ndryshke dhe fatit, do më thonë mësë me... Që më ndryshke dhe fatit, do më thonë me me që blokum. Po, shkurtimisht dhe ishta me vetë të blokimi, për shembull të blokimi pasurisë e përmeni. A ka, do më thonë se ire që i bojnë për mësë me jesë biznesi? Qysh bojnë? Sadre. Por da? Nuk ka lloj seni që e dëmë të njerin që nuk ka se hire për qatë punë. Për shembull për biznes ju intereson shumë shikuzve. Ka për biznes që blokohet mas shumë të bëhet nëm të pare. I fyrit pare, ma qysh? A i lufton me marrë një pare, apo një tesh, apo një mall peri sadris, për zojmë shembull të kje për me shqit gota. A i magjistari. O ka me lyp me marrë një pare për teje. O një shej tonin, ose një mall tonin. Edhe lexohen do më thonë fjallët magjike edhe varrosen. Simptomi kryesor është shembull ka dyqanin me shit gota. Deri dje i ka pas 10.000 euro qarkullim, sot ju kanë ndërprej mishteria së kur ku të mshel. Qa ashtë? Do më thonë edhe ka mundësi që edhe stërpiket lokali, apo firma, biznisi stërpiket me ujtë vdekurit, do më thonë, me ujtë gjenazës, që me miftof mishterin, së kur naj që është një vdekur, i ftof për miftof. Po, miftof. Shamullon molli maj miri, mas kvaliteti, edhe nuk jetë, nuk shqitet. A ka naj njeri burë që se ku pas gucën e hujgjën në mbisjen forë dhe që a e zonë për gjithë pasu dhe se hirë. A ka naj njeri që nuk e zonë se hirë, të Allah? A eksistën këtë dy njo? Sadre,
e kanë zonë edhe pengamerin alayhi salatu vesselam, po Gjibrili alayhi selam i ka ba rukje. Edhe e ka shëru, edhe e ka lanë, do me thonë, i ka pru e dy kuleuzat, kuludhu birabil felek edhe kuludhu birabil nas, me njetë për mbrojtje. E atë njeri që i lexon këto mbrojtje është problem në zonë. Që nuk ndodhë kur gjohë pa lejen e Zotit, si që ka thonë suratul Bekare ajetin 102, një pjesë ajetit, e ma hum bidarrin e bihimi në haddin illa bidhni la. Edhe nuk ndodhë kur gjohë vese me lejen e Zotit. A njeri që i lexon e ka ma problem me rokë, po me rokë e këta që ka namaz për shembull që i binë. Këta është ma problem me dije koft. E këta për shembull që rrejnë boks, karate për shembull, e më veri drizin bura, e zonë se i rëtë. Bo ma kja e mbruet edhe me karate nuk e nëzojnë ato. Ja sinqeresht, se da po mëna i go, po për e me, e zonë e më veri drizin bura. Bo burre kanë zonë penga... Sa njeri që i tutët, bura si tutët. E kanë zonë pengamerin alayhi salatu vesselam, nuk pëndzojnë në veri drizin, mos ba i gare. A mëna me provu sonte se unë e provojmë? Po provojmë, kallaj është. Zdja ka orë, sa e zvjen. Nuk ma mërmenja që ka ardhaj për neve, po... Zbesojnë. Po thënë që e zonë se i rëta? Edhe në veri drizin. E fëtojmë kampionin e karates në buët e veri drizin, e me prejshme me dantë rritës. Hajde me, në më mi se i rëtë, hajde dhe qënë që i rëtë dërojnë. Respekt. Respekt, mi se i rëtë. Do të kiti për kampionin e karates. është kampion botërur është, ta vëzet. E me më nëmë mi se i rëtë, hajde dhe shumë që i rëtë. Përshëndetje, kom derin që mes kënë njerëzës qajtë që jonë dëratë e Zotit. Më të rëgove që ki program këme qenë që shtu, po shqyqër kurina onë thash mi mrama, dhe shqyqër që kena gjuhën Shqipe, edhe e kena... Bravo, bravo! Hej, edhe unë një dëratë simbolike ma shumë, s'kena posë mundësi? Onë e mirë. Njest, është kupa dhe me thonë që e kive në porë buë, dërë të kitje për e me rëdrisa. Dhe me ki pari. Në verë, falim të e shumë që i rëdo, unë e di që te, dhe me thonë, gjithmonë e di që falë namazat, gjithmonë sërë ke morë pjesë, më ndërgju kështu dhe prej shukëve të që ke morë pjesë në përgora, ke thonë shatë detin me bismillah e keni zvarës. Pa tjetër, qërë, ne këna linë, unë e mbëj 4 gjyqat e mija që jënë konë Idris dhe Althane e tjetëri, së është ne nuk duhet me qenë që është kriport, shamë së është me zbulun ujnë nëzit, kër është ujnë nëzit zbulun. E vërtet. Unë e pa me emnin Emeri Drizim, nësë për më konë astë Mark, astë John, astë Stojanovic, a këtanë. Edhe që është me që teme që më le mu, nëse e kësha ndru në emnin, ata njerët tjetë nuk këshim pa të gësim të unë. Edhe për të ta, unë shamë dhe më rritë me shok të mi që i kam vlaznit mi, dhe me une, jam i sigur që i kam vlazin gjakët pene katolikëve që janë shqiptarë tonë, jëmë rritë në Mostarën, Poreqën, Robinin, Zagrebe, këtë botin jëmë rritë, ata janë vlazit mi dhe me nuk ka asë një biqë nga daneve. Absolutisht. Po, që që dhe ka të vetën, e ka emni shamu në kom shokin të në Mostarë që bitër e mështi në mrej me amën krejtë. Po, e vërti. Që i kom vlazit mi kom, po unë që mi thonë ati ndrohë emni, asaj së mund me thonë me ndrohë emni, së unë ju ble në veri Drizi. E këtu kampion, dhe më thonë kër e ke mojtë për kampion botërur, kër e rejnë në Prishtinë, nëse s'ka po e ke posë edhe koronën e vugël me vitë. Unë jo ati, kretë botë ku më shkuj, kom pasë edhe plamurin, plamuri ema është mas pari, edhe konë edhe koroni me mu, se këta me fantazu në ato sende, se ne jena rinë në ato, në ato kulturë, në ato kretë, edhe shkon shumë kesh me dybju në atë rast. Se ka shumë njerëz i shembull, unë thëmë, jo mi që ditë që në shembull Muhammed Alia. Po që të dish në Muhammed Alia, unë pa shumë interesë se ti ke posë rast mu taku i vetëmi prej legendave të botës, dhe më onë është taku e me Redrizin me ta. Shqyqari, që është problem? Problemi atë në Amerikë unë taku shumë shqiptarë që i kanë restoranet veta. Po, ju në qatë formë që taku ti? Unë jam taku në formë tjetër, më ka pranu edhe në shpit vetë, më ka pranu edhe më konë musafiri ati, po do e të rëgova me një program, se që tash ka i edhe sheri këtu të ne, mes familjeve dhe popullit të anë, që ka ndodhë në spedi, që është ati pivjen që di që unë e këmë taku ma medalin. Ne së mund me taku për nga mërë tonë, edhe nuk mund me taku një ditë nështë edhe me Zotin, ama njerëzit që janë që i lëvizin, që ka shumë njerëzit që kanë qëtë me taku në veri Drizin, sikur që unë e këmë taku ma medalin. Absolutisht. Edhe ata që është, jo më ishtë, në kuj ki po, ti ato, kuj ki po. Pëse një me emverë, pëse që ka gjithë mira e të feja? Unë se kom emrin porzi që ta stojan në veqë dhe se kom cytë si Japan,
Dhe njerëzve i vjen çudi. Jean Conli. Çajna se s'kena në fund të pse e ka ndruaj fein, domethënë ka dalë në fein islame? Shiço. Ai në Amerikë, shembull në Amerikë, me një njeri, si kuraj që ka pas karrierën e vet, dhe asnjë s'kish mujt me bo ato që e ka boj. Ai thash pika së sklet me ndron emrin Muhammed Ali pe bona. Dhe me ton ajo, edhe me duhet më kon shumë njeri fort në botë sende. Edhe pendron emrin shembull, ai ka gjetë veten atë, ka gjetë thash unë nuk më mjaton. Pse e ka ndru? Se ka gjetë veten e vet, e ka ndru, edhe secili njeri ka duk fema e pastor. Siço, secili njeri ka drejt me ndru emrin e vet. Ka edhe ton që shkojnë në Amerikë, i ndrojnë emrat, si ndrojnë emrat atë punte atë me jo. Puna jem është unë pik kur kom pas 10 vjet më kanë thënë Enver Idrizi. Unë se kom ndru, as emrin, as një shkronjë se kom ndru. Edhe kur e marr çak në Shqipëri, kom pas problem si ku jo marr 89-90 e kom put tokën, edhe ma ka bëj policia. Ç'bën re? Më thon po puti tokën teme, ma ka po emrin Enver, minë janë me ndru emrin thash. Kërkoj falje. Ma ka thonë baba emrin Enver, a kon i mirë Enver Hoxha, so kon emri i kesh në atë kohë kon për ne ndryshe. Sigurisht. Edhe po me thonë emrin tem se kum ndru edhe kum pas ofertat mëja edhe në Amerikë edhe aty me ndru me si po nuk ka emri Enver është më i mirë. Nuk ka para ato që nuk duhet. Po. Enver, a ke vizituar Çopën se e di që i folesh edhe? Unë kon këtë vendet, nuk ka vend që s'm kon botë. Edhe bëma këde katon di kon qere. A di çish? Si të dhe njeri që ka një besim veti, kemi me lu, ndoshta një 30 sekunda asi me fol para këtime, se para këtime me folën e s'kam drejt me fol. Jo, s'ka problem. Mas pari, sigur që thanë këta, nëse ti rrugën e Zotit. Se une e kom pas qash karierën e marrë dhe 40 diçka vjet, une si më shku kërnera s'kos të me lujt, as kom pi alkohol, as kom pi këse, ata se ti pse. Jo që jam dëni shtash une maj mas e papa, se ne, këtu jena këtë gabimtar. Si të darë për shpijes, unë jam i pari që gaboj. Edhe këtë kjo bota është gabimtar, që ta dërshta me me leju në 30 sekunda, para këtërme me fol. Shemëll, kër u ka le i pari Azreti Ademi, që vështetojnë ona tjetër Azreti Adami, a i shkoni vetëmi pengamerat në kohë që i shtut për deke. Edhe ne kena genen ati. Ka njëri që shtutët për deke? I vetëmi pengamer që u konë që shtu. Që u tut për deke se u konë Azreti Ademi. Baba i njerëzimit, veç ajo konë. Edhe tona, me lindin e atin me 700 fëmijë që i ka pas, se ata nuk dinë sa u konë duke 700.000, ase 700 që më përzi, ata këshin planifiku me vra, me zhduka Azreti Ademi. Po e konë qaq i madhë, edhe qaq kish kontaktu ma të adim, po foli si pas leximeve të mija, se unë nuk jam sash dhe një ekspert i fejes, po. Po i fejes, ama shumë sende dilën si dush edhe në politikë dhe mojë dhe fejes, komësu, ti dajnë me agrasi. Po në me se ire të atë zonë. I veç ta bares të marrë. Edhe ata planifikojnë, edhe gjatë natës i din krejt që po bëjnë, edhe sabah jam dronë krejtve 77 gjuhë, krejt jam dronë gjuhë, 77 gjuhë që jënë kojnë, ata krejt jam dronë gjuhë, edhe që është jo fillon edhe ndrimi i gjuhëve. Me veç të ashtë shumise në njerëzve, me veç sa bota egzistojnë. Egzistojnë 4 bota. Bota e parë është Qazania Nonës. Mbas 4 muje e 12 ditë dhe Zotë jep shpirtin. Bota e dytë jena këtu. Kjo bota e dytë është e reshme. Dhe me këtë botë e ka nënë të reshme, këtash më të ka dhu pëse ka nënë të reshme sa dire sa këmë lezunë, kërkoj fale pi edhe ne. Pse? Këtu është krejt dhe me rena, dalavere, krejt dhe me kënjëni tjetët me bo diçka me ndresh, me asim, me asik. Bota të rritë? Bota të rritë është 2-2. Kur vdes qatë ditë, në bashkë 7 ditëve ti dush me akti Zotit shpirtin, që da ka dhuru. Edhe bota 4 është e përjetëshëm. E rinjallë? E rinjallë ato, mës me besu ne të ato 2 kartat. Që i kena 2 kartat që janë sigurta gjenemi edhe gjeneti, ku më ditë që kështë egzistu, edhe mës me besu të bota e 4, besoj une, se në veri dres, kjo dënja e dytë i shonë maj mira për krejtve se shumë ishin dash njerëzit në me veti, e këshin përgren. Po dhe ishin tut? Njëri tjetin, se ishin tut, se s'ka ku me shku mo. Në vërtit. Po ata me ndojnë që kena me shku duku tjetër, sigur, që duhet me shku, e përsa ta jenë që të probleme në këtu. Hej, a muni me provu ako se ire me ridrizë dhe e zonë, duq? Boj me nëzone me provu ako na muna me provu ko që është i pajtimit edhe në veri. Dhe shish,
A mund me kënu diçka? Po, mujna na me kënu bol që pranën në veri. Po, pa tjetër, ama une tregoj që sehiret, a din kënë e kapin. Une nuk ka nevoj kur gjo më lodhë ta, sehiret e kapin ata njerëzit që nuk jonë rrugën e Zotit. Nëse ti e viziton atë shpinë, si ta ka thonë Zotit xhamie, edhe në dite, qosh merë abdes të madhë, kur lash, del për shpijës me abdes. Me bismillah. Me del me bismillah, edhe je me Zotin prezent, që të merë diçka, je prezent, jo kër e ki keq, si ta përmend Zotin të atër, kur gjës ki bo. Zotin përmendet kër e ki mirë, kër je sendin matë mirë të ush, falindere Zot që kash me këto të mirat një da. Kër e ki keq, falindere Zot që më dënove me që ka, se ki mujtë edhe ma shumë më dënove. E vërtet. Edhe për ta, kër shkonë me zdojnë edhe njerë shpinë e Zotit xhamin, s'ka pas një sejë. A në po me provu? S'ka që me provu kur gjo, të une jam sigur që, se a dim se, se mu nga të me dyre këta pak shindri dhe dim. Po besoj që... Hajde të provujnë, hajde u qasat? Mira, ja, s'ka kur gjithë. Sadre, tuk nuk voron kjo po kesh, aj që ka diçka e trajnohet. U që Skender për jesë mi bërsh, a ki të me thonë e pacienët që ko sonte që anë këse unë ku thirë do njerës që kanë shpër interesim me orë sonte në emision, dhe me thonë me po a e ka gjinjën trup. Mu në provojnë, s'ka. A provojnë dikush, kush do për pacienët, a mujna? Nuk ka problem. Hajde, eftu. Hajde shkita ma. Për shkak të natyrës të emisionit, për shkak të privatësisë, po që nështë të spegonja këna qitë një kësi borë. Edhe ma mirë, shumë. O, lështë, nështë ta... Po, më kujtë borë, shni. Sadre, sonte dojnë me bo një valla, nuk është befasi, po vetëm për të regojme, qysh Kurani e sulmon energji negative, dhe me e sulmon gjinin. Qërne, nuk qohët, nuk livrit kur gjatë. Qërë Sadre? Qërë tash? Kamera, qërë? Livrit, po, tash? Që tash, e të rjek energji negative, hajde, dorën e djatë hape, mos o friksa, s'ki nevoj për më friksu, e di që ki friksim, hape dorën e djatë, Audhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Shikone, mos e livrit dorën, Bismillah, Bismillah. ونزل من القرآن والشفاء ورحمة للمؤمنين والذين تعظم إلى الأسر بسم الله. لا أنزلنا هذا القرآن على الجبل لرأيت واشيا متسابيا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلكم تذكرون. بسم الله. شتاشكم بطرق على المثال؟ بسم الله. بسم الله. يا معشر الجن يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذوا إلا بسلطان فبي على ربكم ما تكذبان. أكو فين شتاش انزل؟ بسم الله. بسم الله 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 بسم الله. Kjo është mënyra se ajetet kuranore qysh e damtojnë gjinin, trupin e personit. Brava, më është me kënu diçka së? Po. Po. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin. Bismillah Allahu akbar. Bismillah Allahu akbar. Bismillah Allahu akbar. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Alif lam mim dhalika alkitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladhina yu'minuna bima unzila min qablik wa bil rabbihim yuqinun ulaika lahum hudan min rabbihim. Bismillah. Bismillah. Qul a'udhu birabbil nas malikin nas ilahin nas min sharri waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas min al-jinnati nas min al-jinnati nas min al-jinnati nas min al-jinnati. Bismillah. Qësëjo, bismillah. Qësëjo, bismillah. Bismillah. Pse po të rridhe, është? Qërë në tash? Qërë? Apo qohet? Jo. Kjo në shikus?
qëne, apo livrit. Kënë ajetet kuranore që i sulmojnë gjinin energji negative në trupin e njeri. Bismillah. Bravo, do të viti për ujë. A lirojmë se po dridhet. A lirojmë se po dridhet. Lira e. Kjo është libra në shqitje, 440 lire. Që është libri e ta? Po. I Mustafa? Une e kom... E mera po tutësh? Drejt në të. Unë kam investu për këtë libër, është në shqitje, 440 llojet sirët magjisë. Bismillah. Pa ta vesim edhe verën, diçka se tha për lëvizjen e veçantë, nëse s'ka bëjmë herë, tha diçka gjën, emrat pi bojnë kështu. Ai kundra apo pro? Una? Po. Nuk kjo më në kundër kur gjo. Si që e ka atë drejtimin e vetë, o qështu? Po e vërdet. Edhe s'kisha me bo, por ne duhet me di ta jonë, apëshir sa ka orë një generatë shumë me rej, edhe këna kuptu ne që normal. Si se ka mas pari, mendim jenë, sikur krejt qëtojnë, këna kombin tonë, njëra shqiptarë. E vërdet. A që me thonë me qenë shqiptarë, shqiptarët ditën e thotë me qenë një matësi shumë e madhe në botë. Për para kam problem, për që me qenë shqiptarë në Amerikë, gëzonë këtë Amerika edhe këtë bota. E dyta, që se ka shansën e vetë, bekimin e vetë, me besu fejnë e vetë. Por ne që duhet me ditë, që janë këtu, edhe në Shqipëri edhe këtu janë 3-4 feja, o e qështu? Ne duhet me ditë që një unitetin e kena vlozën. Ne nuk zëna me mendu kesh njëri për tjetërin. Si qire ka ajetin e vetë, si qire ka jetën e vetë, po nuk zëmë në shmunën e tjetërin me tonë, sikur qëtash me në ato neve, ata jena ne turq, ata janë italian, kroat, dhe me si tosh me kryq, ata janë italian, kroat, si tjena ne me musliman dina turq. Ne jena shqiptar, kombi janë shqiptar edhe ne së mundë, kërkush me na përqo. A këtonë, si tash gjithë kush ka atë mendimin e vetë për me bajtë, për shqyqyrë që së është nejna qësoj branqëve. Po, dishta më ndërprej, a besën të këtu të malën sejire, që unë e di që janë hak? Po, këqëra ne që kena mendu këto sende. Këto janë pengambereve i kanë bo sejire, i kanë bo dhe edhe Vatikanit sejire, i kanë bo, gjithë kune i kanë bo, a këtonë, si që dhe ka atë vetën e Pro ti besën që janë hak? Po, normal që si më zbesën këto sende, këto po ndodhin. Ti s'kisha me pëstu këto po ndodhin, a që shto? Son të përshamë dhe po më që dredhi, ka i këne këtë Korane që i ka dredhi. A di pëse, se normal që ka diçka ati. Aji që ka diçka, unë s'u dridha, les po dridha. Sa drejt, që ata ndërpreva unë, që ta është ajeti Koranor, thët, në të vërtet ata që besojnë Zotin, do më thonë, zemrat e tyre, do më thonë, që të cohen kur përmenet Zoti. Edhe kë, unë naja nësëm ledzimin e Koranit. Po nuk u drejt, u qëtësu. Erë tu qenë, tu kesh, si s'ka kur gjo kesh. Ata vezme, hoqën Skendere, kina me të bërsh të magjia, dhe më thonë, kur ta ka na, unë akum dëgju që mundet më bërë të këfëmija. Qësh ndodhë? Po, kemi raste, kur shpesh nona eftën fëmijën të fëmijët të po ka natën, nuk e pinë të tomlin, është të agresiv, ta natën të nuk shqetësu, këkasët të shqetësime. Kjo mundet me ndodhën prej energjisë keqe që je ka nona dhe për të nëdhët të fëmiju. Kemi pas raste se fëmiju as pak nuk ka dasht me konë ngryk nonës ose ndorët nonës, rejke ndorën e babës, në atë moment që je ka për nona, fëmiju kajke. Kjo dhe të thëtë se mundet më bartën sirri, mundet më bartën prej nonës të fëmiju. Edhe mundet me ndodhë që hoxha dhe ma mire den, nëse nona është shtazani, edhe është busire magjia, mundet me ndiku edhe të fëmiju shtazani. A është të vërtet hoxha? Ka mundësi, Sadre që du më lidhë pak, ka mundësi shamull të fëmija që nuk ecin edhe nuk flasin, dhe me thonë shumica, një pjesë e madhe, dikun po thëmë dirin 70% me përqindje, dhe me thonë e kanë se bepi arsua që u përcjell magjia peri nanës të fëmija, edhe dhe më thonë sulmi që i ka ndodhë pe nanës energjia, po e kalon pa të folëm, ose pa të ecëm, që na kemi rast të shamull me andë leximit Kuranit, ka fol, ka ecë. Dhe më thonë që kjo është, në mjekut nuk pi përzihum atë me bo operacion. E vërtet. Dhe më thonë,
Na i shërojmë smundjet që cilat shkaktohen, do më thonë, pe anës shpirtërore. Po. Unë operacion nuk shkoj me bo, mu me mëdhim të krytu në shkoj në ambulon të kontrollohen atë mjeku. Ha, vërtet. E mërët ishte me thonë të shka po dhe? Bura, qëre, këto sende egzistojnë edhe këto sende nuk duhet me muhu se ka shumë njerëzit që janë njerëzit gjakpers që se dojnë në tjetërin edhe në familjarë ki ata. Po, mendimi jam do që të me shku për para, duhet me bo mirë. Shanë për ja ka zërë një mesele dhe hoxha ka zërë kretë. Tha, vjen njoni të dera me troket, edhe një fukara, edhe lyp buk me angër. Dhe që është gryja vetë, edhe buri vetë të angër, i këshim pas tavlinën plot atje, po hajnë kretë, edhe kjo buri vetë të te kamër ato të piktu i qëfar asti edhe përzen ato. Edhe që është hop, i bjen, qash i bjen bereqeti ati edhe i hinë ato sendet e këqia, hop, edhe bëhet ndarja. Edhe në ato sende, vinë këto sejret, apo? Bëhet ndarja ndë kënde, ndartë, ndë hop, këtë, hop, edhe zop. Edhe që është në basti kohë, kjo gruja o petë martohet me dukan tjetër. Bas 20 vjetëve martohet. Edhe që është në atë martesen, hinë ati, janë nisin me angër buk, asë që, kur në bas 20 vjetë vjenë edhe një fukara të dera. Jam shonë deres, bam, tëtë, a bam, rrë asi, kure shë ki buri vetë qotë i parë, i mnerë, tak, të tajde kotët, edhe duhet me angër me ne, kjo gruja këshirë, jep, të kretë, ki duhet me jadon, kri, pa tjetë duhet me jadon nësi. Jep, edhe, del, dhe kjo gruja nisë me kajtë. Thot, pëse po kanë? Thot, po kajtë, se s'po dijat me të kalzur, të kalzor. Thot, që kjo është u konë burjem, thot, që para 20 vjetëve, si ka dhonë fukaras. Si ka dhonë fukaras buk me angër, ju ki ka dhonë fukaras me angër, buk me angër, thot, edhe Zoti qërë qëfar dërejgji e ka pru. Edhe ki buri vetë, ki tjetëri, thot, po unë jam konë qaj fukaras që kom rikë duhet me konë barmirës, mas pare duhet me konë barmirës. Edhe me këtë ma vetë këmë mbaru, ma vetin tem, i përshëndesh gjithve. Falenderit, ishë para se me shku, e merë. Më staroj me përshëndet Muaremin Nagen, agimin Prizren edhe këtë shok tonë që kena blogë tonë. Një përshëndeshme. E merë, dhe shkurtimisht, para se me shku me blogë core marketingut, dhe ishta me vetë huqë se YouTube e shikimet për na hecin shumë, për porës për na rivritin. Ha, ko burë më nga po të shka. Qa ta ke këshoko këto, kur hinëm që ta nesëm. A më nëshme shumë. Shkurtimisht na i duhe për më nga shku fati mirë, krejtë që të neve shkajmë. Po je kënojme ma vonë. Po sa është e mirë këtu na i duhe, qka duhe? Jo, ma vonë, se kënojna ma vonë. Ma vonë. O, kuri, hajde, marketing temi pas pa. Blogët të parë të marketingut, i me të mbësh hoxhëllorëve tënë se me qka bonë se jiret. E ke përmen edhe hera tjera hoxha Skender, po paka shumë pika të shkurta. Sirri magjia bëhet me shumë gjëra. Sidomos bëhet me ashtin e personit të vdekur, bëhet me pjesë e personit të cili ka vdek me ato tesha, për shembull, sidomos majica, sidomos teshat, sidomos unaza e tina, sidomos që është lidhë goja e tina, pastaj sirri magjia bëhet edhe me ujtë që o pastru gjenazja, sirri magjia mund të bëhet edhe me onën e pjesëve, shpesve, shtazve, sirri magjia mund të mendohet për shembull shumica e familjes sojnë valla si vjetë që anë më kanë lëshu bubrejcat mos vetë. Sirri magjia mundet më bonën edhe me bubrejca, në të shepi shlonë bubrejcat. Sirri magjia mundet më bonën se është magjistari fort edhe në të shtepi lëshohën mit. Sirri magjia mundet më bonën në të shtepi lëshohën edhe gjarpnit. Në gjarpnit? Po, sirri magjia mundet më bonën... Për shamë të parasitë në gjarpnit, a? Se gjarpnit janë e gjinë. E gjinë? Po, e sirri magjia mundet më bonën shumë loje, po të na në Kosovë mas se shumë ti që bohet, që fjallin për jepi dhe hoqës. Me qka më të shumë të i bo? Sadre, magjia bohet konkretisht me senet fliqta, të papastërta, pa morë parasysh të ashtë apo teshat vdekurit, apo dhe dvorëm, apo ujtë gjenazës, apo gjak mostracioneve. Pa pastërtiti, më do? Me senet pa pastërta, me senet pastërta nuk mundet për me bo magjia. Apo me nyja, apo me flëk, apo me dryna, apo me
të nësane dhe mund pa pasë. E qka, si për shamë në hoqë, kena dëgju shumë rose që thujnë, i pilidhën flukë, nyje, femra? Ato ja lidhë tjetër kosh, gjinja është i porësit atë. Kurimi të gjinji, në më thonë, na ke pos rast në herë ti me pos në hynesh, në gjinë trup, hoqë? Në trup të amin jo, për sa dre, por na kemi po shamull shumë raste që kemi ledzu mi morë për Koran. shamull se kom dëgju raste që për shamull hoqëa, e gjitha ato të këshia i merë i fut në trup të vetin për me eliminu nga letë. Po, ka raste edhe ashtu. Edhe ashtu ka raste, po me ledzimin e ajetëve kuranore, lutje profetike, dhe më thonë, edhe me ndihmen e Zotit, mas pare që na që ato lutje ja bojnë që edhe unë jam njeri, sikur ti. Vërtet. Dhe më thonë, na që ato lutje i ledzojnë për shërim, me njetë shërimi, dhe më thonë, me qëllim për më shëruhe. Jënë ajetet kuranore, pos, dhe më thonë, pej 6.666 ajetëve kuranore, sa jënë në Kuranin Kerim, dhe më thonë, ka gjdo loj sihri e ka ajetin kuranor dhe vetin qelsin me një fjallë. Gjdo der e ka qelsin e vetë. Edhe kjo puna është kështu, gjdo loj magjie e ka ajetin kuranor. Tani ka magji, vudu magji me kukla që me të më për me thonë. Ka magji që bëhet për mes yjev sa dre. Për mes yjev? Për mes yjev. Po fatmirësisht, këveni jonë nuk ka shumë zanatlit të magjive të rana që bojnë botën Araben edhe në Afrikë, nuk ka shumë zanatli këtu të na. Do më thonë ekspertat magjis me një fjallë. Hoq, i ke morë dë sene me veti, Hoxha Skënder? A më nëshme na i tregu për publiku? Po, gjdo sene ka dhe terapin që e ka pru terapin me ju kalëzu halkut, do më thonë që... Qka? Jëna edhe jetët kuranore, po edhe terapia. Qka ki si e sonë të hëllë? Vaj u lirë do që pja? Po. Qaj gjithi sena. Sena, sidër, kjo sena. Këto janë me cilat fotografinë e personit. Që fërfera? Fërfera, magjistare i fut në trupin e personit, edhe gjdo gjilpën që e fut në trupin e ti e përmen nga një gjin. Edhe do më thonë personit këto në Amerikë me konë, ka dhimbjet më dhaja. Qka është kja? Këto 3 copa i shkojnë, me njonën janë mbyll gojen në fotografisë, njonën në bark edhe në kam. Magjistari këto e bën fotografi. E për të kërë? Po. Për bloket. Kjo është voj farë zezë. Ta e për shërim? Për shërim. Kjo është dryni magjistari fotografisë, në fotografi bashkë të kryt, e shpon i birë edhe e mshel drynin. Te kryt, edhe që këtë qesë do të më gjuhe një rekt fëtaft. Rekt fëtaft? Rekt fëtaft, edhe dryni shkon fotografi. Edhe që këtë dryni, që këto komësorët, edhe këto favorikat, këto magjistari e bën me gjdo e thirë ka një gjinë, për shambull, mas orës 12 natës, a i do të nekoni pa pasër gjënib, edhe me keq që është Allah e shkatrov, e merë Koranin edhe e qëtë në plakat veces, edhe gjdo, mas 12 natës e thirë gjdo e gjinë edhe e fut, gjdo gjilpën në trupin e personit. Pastaj, vorroset, fotografia, një varë me kryq, edhe një varë i vjetër. Do më stuhet, që është prish trupi këti personit të vdekur, ashtu të shkatrohet trupi ati personit. Pastaj... Trupi, apo pasunia, apo... Kjo është droni i hudit, mund të përdorëm sukur buhor, ose personi për shembull ku flen e qel. Kjo është një erë shumë e madhe, këta mundëm edhe ta ndezemi. Për shembull, nëse s'kemi ku me ndezën, e ndezëm në ringlen e shpëritit elektrik. Edhe e marrëm për shembull ndonjë peshkir, e mbulojme veten edhe kjo ti mohet. Erën e këtij dronit s'ka shans me ndëgjue me enije gjini. Pastaj mundet ai me pas kollitje, mundet për shembull me vjellon, kjo e pengon. Gjini, kjo mundet më përdor edhe sikur ndizet buhor. Kjo është miskull esfed, misku i zi. Ky misk është
dzehër, zjarë është për regjinin. Për shembull, personi cili është i prekun, i lynë, këtë pjesën e veshve, duart edhe e qelë ku flen e len afër vetit. Edhe nuk ka shans ose mu afru gjini të ai person. Miskul esvet kjo zjarë për e gjinit, që nuk munden për me e sulmue një person. Kjo është uji i zemzemit përdoret, këndohet uji i zemzemit edhe i pët personit me e pije edhe me e la ftyrën. Për shembull, mëngjes drejt mbrëmje 17 ose 21 ditë, po uji me i këndum mundet edhe për mu shtu, për shembull. Ka ardher në gjys, bismillah, apet e shtan. Muhamedi asam ka thonë, kush e përdor ujin e zemzemit për çdo çfarë qëllimi, çfarë niyeti e ka, inshallah Allah ja plotson dëshirën e tina ja rabbil alamin. Amen. Këto tash e kemi krypen, gjinët nuk munden me përballu krypen, ujt me kryp, s'munden me përballu. Po, sidomos edhe për atë arsye, personat cilët janë prekur me sirr me magji, nuk guxojnë me shku në deti mula, se deti e ka ujt e gjelbt. E gjini sune përballon, edhe atë person mundet me fundos, ose ai nuk guxon me hin deti për mula. Se gjinët sune përballojnë vojnë e ullirit me kryp, kur të pihet, sune përballojnë ujin të këndum me kryp, edhe sune përballojnë timin. Këto janë disa po që i kena pasfonë në emision po. I kemi prue, nuk ka tjera, kështu që lusum Allah një rabbil alamin, ma e mira, çka është? Ti mbështetemi Allahu subhanahu wa taala, namazi, dhikri, leximi Kur'anit, dëgjimi Kur'anit, se vërtet e përmendja Allahut e largon shejtanin, sikur pe shtëpies, sikur pe trupit personit. Po. Po gjësa që më përrejt diçka shlirë, më s'ka në esen studion të tunë. Do të me këqyrë edhe pak. Po qka, po këqyrë që tashtë? Ma vëm pak sa drejt, do të bojmë nga i red burë dhe na deri. Po edhe bo, me këqyrë burë terapin. Më mdëgë së më përrejt. Po që Skender, a më shme kënu diçka? A më shme kënu diçka më s'përgjohë në esen studion të tunë? Sinqeresht. Po bre sa drejt që do të kënaj. Hajde, bismillah. Edhe këto, edhe si porosi, do më thonë për gjithë, ata që dyshojnë që kanë shtehire, apo në shpeja, apo vetë me veti, në trup tyne, apo dikon, këto 3 ajete kuranore, lexohen me një gotë me ujë, mesatare. 3 herë i fryet edhe pihet, do më thonë, me emër të Zotit, ko që përdoret 9 ditë, do më thonë, me emër të Zotit, mëngjes e mbrëmje, do të lirohet nga magjia. Po. Këto janë ajeti parë suratul Yunus, ajeti numër 82, Bismillahirrahmanirrahim, felama elkaw kale Musa ma gjetum bihi sihr, inna Allahe se yubtilu, inna Allahe la yuslihu amel el mufsidin. Ajeti numër 2, suratul Taha, ajeti numër 69, velki ma fi jeminika telkaf masanau, inna masanau kejdu sahir, la yuflihu sahiru hajthu ata. Dhe ajeti 3 të suratul Furqan, ajeti 23, ve kadimna ma amilu min amelin fe gjalnahu haba wa manthura. Në më nënë ledzohet 3 herë dhe gjdo herë që të ledzohet, ajeti i thryet uj. Edhe pijet me emër të Zotit, do të gjonë shërim. Po në s'kin tërë, më s'kona i sanë sonte. Kur të fshisht të skenën, na do të këqyrëm. Po jo për këqyrëm i minaren, se jena minutat e fundit. Këqyrbur vetë, që qëtë jasë se të shka më kini bon sonte. që të qërë, Bismillahirrahmanirrahim. Eudhu billahi semiyel alimi min ash-shaytanir-rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ajo ka përësit juve, amu, sinqerit. Jo, çaj në alat që të, çaj i pare që... A mëni me kinu diçka se përna, a është të damshme aja që kini gjithë? Kjo sa dre, shpirtin nuk mëndet me ta morë për deri në grëp dvorit të afron. E qka do të me kinu asaj? Jo në jetët, do më dhonë që të 3 jetët... A mujna me qeli ju, a? E qeli ma vonë që mas kamerave. Okej. Jemi minutat fundit të emisionit, e kam një surprizë veçantë për Hoxha për Skenderin. Po. Ha? Në ka orë një musafir ekskluzivisht nga Gjermania.
Nashta Skenderi s'beson, po unë e kom thirrë edhe ka o. Skendera beson a ju? Jo, nuk besoj. Ha, është vllohi Skenderit, Ramazani mirë, me prisim me darë të gjithë. Hajde! Jo, mami se, faleminderit shumë gjë. Faleminderit. Hoxha po beson a jo? Ja, po besoj. Selam aleikum. Hamujte. Dërë me një ka vlozën, ha? Vllave Hoxhës është, e vjen. Ku dush pas Ramadan? Faleminderit shumë që jeni pasata. Faleminderit për fteshën. Kjo orë për Gjermanisë, unë falenderoj shumë. Edhe unë falenderoj për fteshën që ma keni bo. I përshëndes musafir në studio, i përshëndes musafir që prezent, dhe gjithë onë bon të lëshikus të emisionit Koshia Show. Falenderit, doa të kiti shumë për Ramadan. Pasatan, që ka kitë dy fjallë, se jemi minutat e fundit të emisionit, po si surprize kanë shme, kjera rujë tyje, si... Falenderit. Ambëlsira, të më thonë për fond. Që ka kitë dy fjallë, dhe me thonë me tregu për Skenderi, se tash më Hoxha Skender, dhe me thonë ka bo emër edhe është mjafti kërkum. Edhe prej shikuzë, edhe prej njerëzve që po gjojnë shërën taj. Po ata që me përshëndet edhe Enver Idrizin, që është e prezent. Po e përshëndes me nda. është ikone gjithë shqiptaris, e përshëndes edhe ato. Pra, për emisionin që ne keni në lidhje me gjinët, mas pare do të me thonë, Eudhu Billahi Minash Shaitanir Rajim, Bismillahirrahmanirrahim, se ata që i përmenin gjinët dhe shejtanët, do të kërkojnë mbrojtje për Allahu Xhaleshanehu, dhe mbrojtjen prej tyne, në përmjet Allahu Xhaleshanehu. Për Hoxhën Skenderin, kisha thonë se ky kohën e fundit mirët me botën gjinore. Bota gjinore është një botë shumë interesante, në Kuran ekziston edhe shkruan se ekziston bota gjinore, por ata që nuk kanë lexuar për botën gjinore është shumë e çuditshme. A për botën gjinore ka libra mjaftueshme dhe literaturë ku Skender Hoxha i ka treguar shpeshherë edhe besojnë në ato. E çish ka filluar me Hoxha Skender më morë se kreve intereson. Pika shkurta, po. Po baba jon ka qenë fetar i vërtet që duhet, e ka na ka udhëzu dhe neve në fenë islame, po Skenderi ka qenë i veçantë i cili i ka marrë për babës gjitha ato propozimit që ja ka dhonë, kështu që filloi shkollën Alauddin Prishtinë, shkollën medreze, edhe kështu që e mor titullin si hoxh, në për xhamia tona në Gjermani për shembull, shpesh në kohën e Bajramit, japë në kjo hutben, në xhamia që ka qenë për shembull, ka qenë kiranitet një rast, afër 500 vjet kanë qenë, ku ka qenë hoxha prezent aty Skenderi, edhe gjatë kësaj kohën e fundit, o marrë me leximin e botës gjinore, për shërimin e disa pacientave që kanë nevojë, edhe kemi pas një rast në familje, ku atëherë nuk ka ditun Skenderi për këtë, dhe shumica nuk kanë ditë për këtë botë gjinore, e kemi pas vujtje me të vërtet mëdha, po me ndihmën e një hoxhe Barilev, thëshën hoxha Barilevës, ku unë nuk e kum njoftun, po... Të pasar se ty me sonë të është hoxha sa? Po, në gjovë, për da nuk është të përshëndes, ishëm atje shkum atje me vlohën, edhe isha i personi që ishi smur, e qatë që ka ndikue, sa që kur hinëm derë, tymës të borit, a ju ko qëtë nderë. Edhe ata qatë fuqit ma dhe kanë, sa që 3-4 vetë nuk mund me ndimu atina. Po erë Hoxha, edhe me një 3-4 vetë, edhe e shtinën mrena, edhe me ato farë rukjet që i bëjshin ndajtina, a ju qëtësue, kështu që mas një 2 ore, 40 minuta, a i fillojnë kom veta me ardhën shpe, e u këthujmë pa kur farë problemi. E falenderoj. Jemi minutat e fundit e emisionit, unë e falenderoj shumë Bacidan, ka një mesazh për fund, Hoxha Saad, po fillojmë për tije se ty të metën bërqë. Mesazhin, Sadri, inshallah, gjdo të smur zoti e shëron, e na pedojmë mesazhin që kur ja kemi nisë kësaj pune për më merë me rukje, jemi besatuar që magjistarëve kun vend mos me ju lanë. Ata në req magji, na presh, do të shkojmë sot na ka dhonë zoti shnet edhe imër. Keni me njek të në fund? Kemi me njek deri në fund burë. Po kry. Bravo, do të t'i dojnë kun vend. Hoxha Skender,
Ti mo tash i njohur burra dhe publiku të shumë. Çka kime i thonë gjithë atyre, dhe me thonë që... Mesazhi im është Allah e shkatrov çdo magjistar i cili bën dëm. Edhe Allah e na mbrojt për çdo sirr të Arabi. Allahu e shkatrov çdo sirr, çdo magji që tentohet të bëhet në rrobat të vet Arabi Alamin. Po e fundit mesazhi im kishte me qenë sa më tepër mbështesemi me namaz, me Kur'an, me leximin e Kur'anit, me ndëgjimin e Kur'anit, me dhikr, me abdes. Kjo është mbrojtja më e madhe që mund të shkatrojë me gjinin e shejtanit. E lutem Allahun ya Rabbi Alamin, çdo rob i Allahut jetë i qetë për çdo sirr, për çdo magji, për çdo helmi. Amen. Drejtëqitje për Hoxhën, edhe mesazhi jam për fund është që shikuesve ju themi që numrat e telefonit të Hoxhës Seat Çunaku dhe Skender Hoxha apo Skender Emiri i gjeni në emisionin tim, domethënë unë kam shpërndarë pasere, edhe kush doni më shkruan në Facebook, po malet e keni në emision. Faleminderit shumë që ishit. Faleminderit Hoxha Skender, shumë. Faleminderit. Ramazan e mirë, faleminderit shumë edhe Hoxha Seat. Faleminderit shumë shikuesve që na dashët natën e mirë, kaq që të personat që i mirë aftira.